Federica Mogherini, ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, ka dhënë ndërheqje nga posti rektore së Kolegjit të Europës, pasi u vënë në hetim si e dyshuar në një çështje mashtrimi që lidhet me favorizim me një projekt tenderimi diplomatik të financuar nga Bashkimi Evropian. Në deklaratën e saj pas mbledhjes së Komisionit Ekzekutiv të Kolegjit, ajo tha: "Në përputhje me rregullat dhe drejtësinë maksimale me të cilën kam ushtruar gjithmonë detyrat e mia, kam vendosur sot të jap ndërheqjen si rektore. Ndërheqja vjen vetëm një ditë pasi edhe zyrtari i lartë evropian Stefano Sanino njoftoi largimin nga detyra në fund të dhjetorit, pasi edhe ai është përfshirë si i dyshuar në të njëjtën çështje. Sanino drejtonte DG-n e Komisionit për Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Xhirin. Hetimet po udhëhiqen nga Prokuroria e Bashkimit Evropian dhe ka në fokus një kontratë njëvjeçare të dhënë Kolegjit të Europës për ngritjen e një akademie të re kushtuar trajtimeve të diplomave të rinjve kombëtar dhe nënpunësve europian. Prokurorët dyshojnë se gjatë vitit 2021-2022, Kolegji dhe Shërbimi Diplomatik i Bashkimit Evropian mund të ketë bashkëpunuar për të orientuar në mënyrë të parregullt fondet e Bashkimit Evropian drejt projektit. Përfshirë dyshimet se Kolegji i është dhënë paraprakisht informacion mbi tenderin, i cili formalisht ka qenë i hapur për universitetet në të gjithë Europën.